parashikues, asalamu alaikum, mirë se takojmë edhe sonte në këndin e diskutimit, aty ku do të trajtojmë një prej temave shumë të rëndësishme. Do të flasim për haxhin, për kryerjen e këtij rituali shumë të rëndësishëm islam nga haxhit tan, të cilët këtë vit pra ishin në numër nga mbi 1500 prej tyre. Për mënyrën e organizimit, për mbarvajtjen dhe për shumë çka tjetër, do të flasim me të ftuarin tonë në studio që sonte kemi hoxhën e nderuar Çemail Sopin, të cilit fillimisht i uroj mirëseardhje. Hoxha, asalamu alaikum, mirëseardhat. Aleikum salam, mirëseardhje. Faleminderit për ftesën. Allahu ju ruaj dhe ju shpërbleft. Hoxh, tash ka kaluar veç rreth një javë nga kthimi i haxhilerëve në vend, si ka shkuar organizimi i haxhit këtë vit? Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë i gjithë pejgambert Allahut madhërisëm, në veçantë mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira deri në ditën e gjykimit. Çdo organizim, çashtu edhe haxhi sikurse të tjerët, domethënë krejt palët e interesit me quajtë ashtu, janë pjesëmarrës aktiv në çatë organizimin që bëhet. Në këtë rast, haxhi është një rrugtim më i gjatë, është rrugtimi më i veçantë i jetës sonë. Ka njerëz të cilët shkojnë ndoshta më shumë se një herë, por e natyrshme është me shku një herë në jetë, prandaj gjithë secili prej interesit vetë me quajtë ashtu, është kontribut dhënës në tërësinë. Në këtë rast, prej bashkësisë islame që është sebepi jonë për me shku në haxh, pastaj janë udhëheqësit e bashkësisë islame, pastaj janë haxhilerët, po ashtu janë edhe autoritetet Arabi Saudite. Alhamdulillah, ka shku në një frymë jashtëzakonisht të mirë, të mbar, ka qenë realisht organizimi prej organizimeve, besoj që deri më tani ka qenë organizimi më i miri. Kjo jo pse kemi qenë ne pjesë e haxhit, por tu i marr parasysh ato opinionet e haxhilerëve. Domethënë, edhe pse ndoshta edhe duke qenë se dim ta bëjmë dallimin vetë në për vite, kur kemi qenë më herët dhe tani, Ministria e Haxhit edhe me fetvat edhe me rregulloret e reja, domethënë ka hartu rrugën edhe ka letu jashtëzakonisht metodën edhe kryerjen e këtij obligimi kaq të rëndësishëm në islam. Sa ka qenë numri i haxhilerëve nga Kosova këtë vit? Numri i haxhilerëve ka qenë 1576. Pas tyre kanë qenë edhe disa pjesë studentëve, por megjithatë këta kanë qenë domethënë prej Kosovës që kemi shkuar. Po, duke parë tash prej një distancë të shkurtër kohore, çka e ka karakterizuar më shumë te këtë udhtim? Është interesant, unë prej këndit tim, çfarë kam pa një harmoni në mesin e haxhilerëve, ka qenë një mirë kuptim jashtëzakonshëm, edhe ndërmjet tyre që ata haxhilerët që kanë qenë më të ri, me ata që kanë qenë më të vjetër, ata që kanë pas shëndet më të mirë, me ata të cilët kanë qenë të sprovuar në shëndet, ata të cilët kanë qenë më të informuar, të thëmë me teknologjinë e fundit, ndihmesat që kanë bërë të tjerë. Prandaj, kjo është pjesa që është vrejtur, por gjithashtu edhe lidhshmëria në çdo hap ndërmjet udhëheqësve të tyre dhe haxhilerëve. Domethënë kjo me qytë kjo harmoni kompakte, mendoj se ka qenë shembull i mirë për të marrë në konsiderat edhe viteve në vazhdim. Por si e përjetuan haxhilerët tanë këtë udhtim, qysh nga nisja, do të thotë nga aeroporti i Prishtinës deri tek kthimi pastaj? Është interesant, në haxh janë emocione të përzjera. Është malli për atë vend, është privilegji që Zoti ta ka dhënë. Unë i thash edhe haxhilerëve, i thash edhe vetës sime, ne kemi njoft njerëz më të mirë se ne. Domethënë nonat tona, gjyshet tona, gjyshrit ton, edhe në xhamiat tona, lagjet tona, familjen e ngushtë, familjen e gjanë, sa njerëz më të mirë se ne kemi njoft, por Allah nuk ja ka dhënë mundësi, nuk ja bë nasib për me shku me kry haxhin. Prandaj kjo është një nder që Allahu i Madhërisëm na ka mundësu për me shku me vizitu ato vende. Prandaj malli për ato vende, pastaj privilegji, pastaj qëndrimi ato dhe ai presioni ndoshta
psiqik apo i kry tamam, a do të kem shëndetin, a do t'i di tamam, a do t'arri me kry dispozitat, me farzë, me vagjibe, me sunete. Pastaj edhe kthimi tek familja, njëtën anë është malli tani që po i lën vendet e shenjta atje, njëtën anë emocioni që po i takojmë antarët e familjes. Do më thonë janë emocione të përzjera, të cilat din është interesant sikur se një ëndër kur zgjohesh edhe sheh që je në një realitet komplet tjetër dhe ai ka përfundu. Do më thonë, kjo është që nesërmën kur kthehesh prej haxhit, je shumë i lodhur, prej lodhës as gjumi nuk xen, edhe çat pak gjumë që ka më zon tani kur të pash, do më thonë, tjera rrethona, tjera dhoma, tjera ambiente, të mungon çdo gjë atje. Por cilat emocione më shumë ti kanë dominuar tek haxhilerët, do të thotë gjatë ditëve të haxhit, sepse u përmend që është një udhëtim shumë i veçantë, madje dikush e quan si udhëtimi i jetës. Është udhëtimi i jetës. Gjithë jetën kur kthehemi gjatë namazeve tona, gjatë lutjeve tona, edhe nëse se themi me fjalë, themi me zemër, u ktheva prej kiblës, Allahu Akbar. Domethënë tani kiblën po e sheh. Tani ti dhe kibla jeni një. E kemi qartë, do më thonë është diçka jashtëzakonshme. Është interesant, po them të drejtën, dhe prej haxhilerëve dhe haxhikeve, njerëz ndoshta të vjetër, ndoshta merr mësim çfarë përmallimi kanë për qabën. Ndoshta ne kemi shku disa herë edhe nuk arrim ta kemi ndjenjen që e kanë ata me takimin e parë me qabën. Prandaj, kjo është diçka e jashtëzakonshme dhe nuk ka poet dhe nuk ka poezi që i zën ato fjalë për ta përshkruar takimin me qabën edhe me vendet e shenjta. Por juve hoxh, me që numri ishte pra 1576 haxhilerë, çka ju ka lënë më shumë të përshtypje nga haxhilerët, pra nga reagimet e tyre? Është interesant, po them, alhamdulillah, tani shtresat e haxhilerëve tonë nuk janë sikur se dikur. Unë isha udhëheqës i haxhilerëve edhe në vitin 2012 dhe me një distancë ndërmjet 2012 dhe 26 janë 14 vjet. Edhe pse herave të tjera kam qenë në haxh dhe në umre, por nuk kam qenë si udhëheqës. Po e vrej dallimin, atëherë kishe probleme serioze dhe lifti nuk din me përdor. Domthonë një numër i konsiderueshëm i haxhilerëve, shkallët lëvizëse nuk kanë ditë me përdor, ndërsa tani ki haxhilerë mbi 70 vjeçar, të cilët të përdorin WhatsApp-in, përdorin domethënë rrjetet sociale tjera pa problem. Edhe veç këshyrin ti çka po i thu, edhe zbatojnë ato me përpikrin më të madhen, përderisa pa nënçmim po e themi, po përpara kemi pas njerëz të padalur. Edhe është dash gjithkund me i shoqëru, domethënë mos me lën vet as te mjeku që ka qenë brenda për brenda hotelit, as te xhamia që ka qenë brenda për brenda hotelit. Domethënë alhamdulillah kjo është një me qujt një kthim ose një ecje përpara, do të thonë në këtë aspekt, edhe tani ngjyra ose mosha e xhamatit ka lëviz, përderisa dikur kush ka qenë në vitet e 90-ta si udhëheqës e ka pas strukturën krejt pensionerë, do të thonë ka qenë jashtëzakonisht problem me marrë një udhëtim, përderisa për haxh duhet forcë. Për haxh të duhet energji, për haxh të duhet edhe mençuri, edhe parë, edhe po, absolutisht, domethënë janë gjitha që e ngërthejnë, se është interesant, i vetmi ibadet, se kemi adhurim i cili bëhet po me fizik, siç është namazi. Kemi adhurim tjetër i cili bëhet me gjuhë, që është shahadeti, dhikri dhe të tjera. Kemi adhurim i cili bëhet me parë, me të holla materiale, që është zeqati. Haxhi është i vetmi adhurim që i ngërthen të tona në vetveten e tij. Domethënë edhe me thon labbaik Allahumma labbaik la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me përmend Allahun, me bë dhikr, me bë lutje, pastaj edhe fizikisht don edhe emocionalisht edhe shpirtërisht, domethënë gjitha elementet i ngërthen në vetë haxhi. Prandaj tani kjo çka kemi vrejt është realisht stresat xhamatit nuk janë të njëjta siç kanë qenë, alhamdulillah, dhe janë më të dëgjueshëm. Dorën zemër janë shumë më të dëgjueshëm se sa viteve më përpara. Për shembull, kur e përmendin janë për rasteve në Arafat, tha janë për haxhilerëve
ka qenë e vështirë jeta në Arafat se s'ka pas klimatizim. Tani ne kemi klima, kemi ujnë ftoft, kemi edhe disa lloje të akullore kemi pas në Arafat përveç se ushqimet që na vinte. Po, absolutisht jashtëzakonisht shumë. Thoshte njëri thoshte shkotërën e tërnave le të kyr ku jemi ne këtu. Po dha njëjtë dha në tender sigur se ti mendja e tina se ai është dikon në një pallat në një vend tjetër. Arafat është njëjtë sigurisht për mua, sigurisht për ty. Prandaj alhamdulillah tani janë edhe më ndoshta që më thonë më të përmbajtshëm njerëzit kanë dalë dhe shohin jetën edhe arrin me i bë dallimet, alhamdulillah. Po ju keni qenë edhe udhëheqës i grupit dhe padyshim që keni pasur momente të shumta që vlen edhe të theksohen, po a ka ndonjë moment më interesant që keni përjetuar ndoshta pak më ndryshe në këtë vit? Po, vren është interesant ajo që ka dita për ditës dallon. Edhe brenda ditës fazat e ditës dallojnë, edhe nëse shkon për më u çudit aty ke më u çudit shumë, por megjithatë në disa situata bosh i pandjeshëm, por megjithatë vren disa situata, po zëm vetë burri që ndronë në djel me i bo grus hijesht. Interesant, kjo t'jep mësim që tën ditën nuk t'i largot për mendis. Po, ka mesazhin e vetë që domthon kjo fe ndin përgjithësi. Ani pse të tjerët thonë që ju shtyp një gratë, ju bëni këto, ju bëni ato. E sheh për shembull ka shkojmë ka gurët, policët janë të lodhur, janë të dërmuar, në çat gjendje të tyre marrin shishe me ujë për t'i freskuar haxhilerët. Ose sheh për shembull një motor muslimane shkret me zeza, edhe ajo merr atë sprayn me ujë të ftoft për me fresku haxhilerë, domethënë, ndërsa nëse e marrim edhe e shikojmë kështu, nëse ka dikush nevojë më shumë të mu freskush çaj me zezë, që është fut brenda çati harni, çati materiale, domethënë, por megjithatë gjithë secili jep kontributin e tij në forma të ndryshme. Prandaj janë këto disa gjëra që përmet të bëjnë për me meditu thellë. Çka puna këty në njerëz, çka është puna këtij meti, ka gajlën e vet, ka telashën e vet, ndërsa mundohet me ndihmu të tjerëve që me kalu sa malet këto. Pastaj, shto këtu, ata të cilët vinë me nanat e tyre, vinë me nusët e tyne, vinë me babalarët e tyne, që çdo kund i bartin me karroca është interesant. Kemi pas edhe prej haxhilerëve të Kosovës, ka qenë një çift interesant, burri ka pas nanën me karrocë, edhe gruaja ka pas nanën me karrocë, e që nga Kosova, domethënë janë marrë vesh që kësaj herë po i shërbim prindërve e nanave tona, krahas që do ta bëjmë edhe haxhin ton. Edhe është interesant, edhe pse ka pas lodhje, nuk kanë pranuar që dikush me i ndruat. Ajo se e kemi bo që ashtu që na me shërbim prindërve. Është interesant. Po. Edhe më themi për Kasevapi ata kanë dy haxhe. Haxhin e tyre personal dhe shërbimin që ju kanë bo prindërve të nanave të tyre në këtë rast, gjë që mendoj se ka më mbet në kujtesën time për sa të jem gjallë. Po. Duhet ndalim pak tek një moment, besoj që pajtoni se është shumë emocional. Si e përjetojnë haxhilerët kur për herë të parë shohin Çabën? Është interesant takimi i parë me Çabën. Unë si vjet po e zëm derisa po afroheshim tek Çabja, prokuposha apo na do dikush, as po na ndodh, se kanë shumë pengesa që këne ta bllokon shkoçanej. Domethënë kishim këtë farë presione dhe në një moment ti tu mundu me i mbledh gjithë haxhilerët me pas pranë, edhe tu ecë që reshe se kem brit tek Çabja. Ndërsa unë interesohesha dhe a është ndodh dikush, po haxhilerët ishin zhyt në vaj. Sigur se, po them, në dhanë mësim, sigur se unë u vonova në takimin e çmallën time me Çabën e bekuar. Është interesant, janë shprehje që nuk gjen fjalë për t'i ndërtuar. Janë përjetimet të cilat bën, por nuk mund të thuhen. A ke dëgjuar ndonjë lutje që kanë bërë haxhilerët në momentin kur e kanë parë Çabën, përveç që i ke parë duke qarë, dikush ndoshta edhe shokohet nga ajo pamje madhështore? Po, unë për ka natyra nuk mëj me qajtë. Unë për ka natyra ngëlfatëm, por nuk mëj me qajtë, dhe më thonë edhe ka dhe të tilë, po edhe nuk mëj në qado situata as me u shprej, as me folë. Po, kemi dëgju është interesant për i tyre që kanë kërku mi u bo fëmijët dietar, o zot jep na xhenetin, o zot kështu, kemi dëgju edhe lutje edhe për Kosovën, kemi dëgju lutje për shahidët, kemi dëgju lutje për pasardhësit e runa prej të këqijave, domethënë lutje prej më të ndryshme dhe është interesant. Edhe një rast në kohë pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem njëri po bën lutje.
Edhe pejgamberi alayhis salam po ja përsërit lutjet atij me za. E tash ai po kthehet rrëmishëm. Edhe kur kthehet s'pedin që është pejgamberi alayhis salam se përpara s'ka pas rrjete sociale që me u ditë fytyra, thotë mos t'i shkon që fytyra jote e bukur. Thotë që po rezultat pa u ankuti pejgamberi alayhis salam për ty, thotë se kisha lënë. E kemi qartë. E këto ato fytyra janë të bukura të cilat i drejtohen Allahut të Madhërisht me lutje. Edhe për me të vërtet merr mësim ku ka shku menja me bëqet lutje. Edhe ndërsa edhe pse ndoshta i kemi shkru shumë sene, nuk ka zonë vend që ajo në mesin tonë, prandaj ka qenë e emocionueshme, domethënë kjo pjesë. Po, Hoxh, dita e Arafatit konsiderohet si kulmi i haxhit, por na tregon si ishte atmosfera atje atë ditë. Atmosfera është, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë se haxhi është vetë Arafati. Prej 3 shtyllave të haxhit, haxhi ka 3 shtylla. Para është ihrami, e dyta është Arafati dhe e treta është tavafi i haxhit. Domethënë tani veç se pa Arafat nuk ka haxh, nuk ka diçka as deve as diçka që e kompenzon mos kryerjen e Arafatit dhe ishen njerëzit në situata të ndryshme shëndetësore. Ishen njerëzit është interesant, Arafati i zhduk i xhbën vlerat njerëzore me qujtë ashtu në aspektin e arsimimit. Se sa kemi të kryjmë doktoraturë ose shkollë fillore, se s'kemi kur gjë të kryjmë të arriturat në arsim. Pastaj i bën me ra poshtë edhe dallimet në aspektin social, material, do më thonë, ato është edhe milionerin, është edhe njeriun e varfër të cilët kanë 2 rroba. Një peshker, ta themi, sipër dhe një peshker pjesën e poshtme të trupit, dhe simbolika, do më thonë, kjo tregon që njerëzit, të gjithë njerëzit, jemi një familje e madhe në këtë botë. Kjo është simbolika e parë. Po jemi të barabartë para Allahut të Madhërisht, edhe kjo ta kujton pastaj edhe ditën e gjykimit që edhe aty do të jemi prej 2 rrobave, veçse, domethënë ato janë qefin dhe njëjtë do dalim para Allahut të Madhërisht pa arritje shkencore, pa publikime, pa këto, veçse me veprat e tua, domethënë edhe me zemrat tua. Po. Por çfarë ndryshimi vreni tash, ndonjë ndryshim shpirtëror tek haxhilerët pas kthimit, si e shihni situatën, pra kur veçse një javë ka kaluar që nga kthimi? Interesant është ata që i vrenë, që kanë qenë haxhi, janë fytyrat e tyre më të qeshura, janë më të ndritura, edhe zatën ndoshta është efekti i ibadeteve të cilat kanë bërë gjatë kohës së haxhit. Do të thonë kjo është në aspektin e pamjes, hala pa u taku me ta, ndërsa kur takosh janë më të butë, janë më të ngrohtë, janë më të dashur. Zatën edhe ky duhet me qenë edhe efekti i një pune maratonike, një pune të madhen, këtë rast në raport me Zotin e Madhërisht, siç do të jetë edhe pas Ramazanit, edhe pas zeqatit, edhe pas haxhit, do të thonë, do të dalloj njeriu të jetë më mirë se sa që ka shku ose para se ta krynte çati ibadet. Hoxh, do të rikthehesh edhe pak ditës Arafatit dhe në fakt komplet haxhit, pasi që besoj që sjell një mesazh tubimi i miliona muslimanëve në një vend të vetëm. Natyrisht. Sheikh Abdul Qadir Arnauti në njërën prej ligjëratave të tij thoshte veç një vit po të funksiononte si duhet haxhi, thotë do të zhdukeshin fukarat e botës. Që do thotë pasanikat e botës do të ishin prezent, dietarët e botës do të ishin prezent, njerëzit më të fortë në të gjitha aspektet do të ishin prezent në Arafat, se pa Arafat nuk ka haxh. Kështu është, ka thënë pejgamberi alayhis salam, Arafati është vetë haxhi. Do të thonë, edhe kësaj aty do të merreshin ose kongresi më i madh vjetor edhe jetës për musliman do të ishte haxhi. Do të thonë, aty do të merreshin vendimet më të mëdha që do të zhdukeshin borxhe, do të pasuroheshin ose të marrë zeqati i muslimanëve tu dërgu në për vendet e varfra. Pastaj, do të thonë, edhe çdo cilësi, çdo aspekt i fortë prej muslimanëve do të kanalizohej aty ku ka nevojë, do të thonë, edhe në zatën ky është edhe funksioni ose roli që do duhej ta ketë edhe haxhi edhe vetë Arafati. Si vjet Hoxh është folur shumë edhe për organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës, pra për haxhin e si vjetëm dhe për një organizim të mirë. Dhe në anën tjetër, vendi ynë, pra përmes Bashkisë Islame, ka marrë një pozitë goxha të mirë në organizimin e haxhit.
Si e shihni ju këtë vlerësim? Duke qenë se ne jemi një popull e vogël, me 1576 haxhi, përballë 200.000-ve, përballë më shumë haxhilerëve, do të thonë kjo është një rangim i duhur, i lakmueshëm, i jashtëzakonshëm, sepse ki të bëhesh për shembull përballë Turqisë, përballë Indonezisë, përballë Malezisë, përballë Egjiptit, përballë Katarit, Kuvajtit, e vendeve edhe që kanë traditë, por edhe që kanë të mira materiale më mirë se na, domethënë edhe ti të jesh i renditur i shtati ose në top 10-she, domethënë kjo është një privilegj shumë i mirë. Dhe kjo është një diçka që na bën për me e kuptu se vepro mirë se puna jote do të dihet, puna jote do të vlerësohet. Dhe kësaj për shembull ne si Bashkësi Islame jemi përballë të kaluar me tërë fara akuzash, jo bojnë këto se bojnë ata, bojnë këto se bojnë ata, por qëndra stoik i palokundur, edhe Allah ta e pastaj edhe shpërblimin edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër inshallah. Por besoj që ka edhe sfida të shumta në organizimin e një udhëtimi kaq të madh ku janë mira udhëtar. Cila sfida mund dalin rrugës? Ka shumë sfida. Në momentin që ti nisesh përandaj, domethënë sfida e parë ndoshta është ti do të ndash prej natyrshmërisë jetës tënde, prej familjes tënde. Shumica haxhilerë e kanë atë presionin, inshallah nuk kam probleme me shëndet, inshallah se thej komën, inshallah nuk kam probleme domethënë tjera që do të dilnin pengesë për me shku në haxh ose për me përjetu haxhin me gjitha të mirat e tij. Pastaj janë po alhamdulillah tani janë evituese. Përpara për shembull ka pas pritje në për aeroportet tani, alhamdulillah asnjë orë të vetme as hiç nuk kemi prit. Dikur ka qenë 6 orë para fluturimit me qenë brenda në aeroport, tani janë zvogluar edhe këto orë të pritjes, zatoni veça kalon të po flas për këtë vit, për dallim për vitit tjetër, so në isha edhe në 2025 në haxh edhe tani. Domethënë nuk na ka rënë me prit në aeroport as një kohë të vetme. Nuk kemi qenë 6 orë para fluturimit, por kemi qenë dikun parafërsisht 3 orë diçka. Edhe ato na shkuan derisa e kalum domethënë punën e pasaportave dhe u konsumua edhe ajo kohë. Për herë të parë si vjetër ka qenë haxhiu pa valigje. Domethënë ti nuk je prokupu me punën e valigjes, por ajo ka shku deri në hotel, valigja jote dhe po ashtu është kthyer deri në aeroport pastaj. Domethënë këto me qujt gërshetimi i teknologjisë moderne me traditën e mikpritjes së haxhilerëve, për mua ka qenë kjo ndoshta më shumë të mbreslënse që hajde po jemi krejt tradicionale, shumë lehtë. Ose po bëmi krejt modern në qatë në thot teknologjia, edhe kjo është lehtë, ama me gërshetu teknologjinë më bashkohore me traditën e mikpritjes. Unë sa ishmi në autobus pas zbrit në Mekë, po e them haxhilerëve se ata preokupoheshin për punën e ujit. A do të kemi ujë me pi, siç e kemi ndoshta problemin më të madh, më ka rënë me dalë për Evropë, kam po gjithçka, kam përjetu gjithçka, po problemin që s'ka mujt me s'po di me u rahatu ma shumë, dhe ka qenë ujë, edhe pse ndoshta ka qenë 300 ml 3 euro, po kam provu lloj ujë dhe s'është që ma ka kajt, e kemi qartë, në manat pjesë e kom pi, po njëtën e kom vrej disa haxhiler, thash, këta na dhojnë mësim se qysh pritet musafiri. Hala ishme po na hap dyert në autobus, edhe kur zbritëm pastaj e kanë mikpritjen të jashtëzakonshme, domethënë se në zbritjen për me hyrë në hotel në Mekë, po ashtu edhe kur kemi shkuar në Medinë, është mikpritja të bën për me u ndi primem mysafiri Allahut. Për këtë pjesë të organizimit edhe në Arabinë Saudite do të flasim edhe pak më shumë, por tashmë është koha të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe nderuar miq, do të rikthehemi vetëm pas pak për të diskutuar edhe më tutje në lidhje me këtë temë.
Ja kur rikthyem në këtë pjesë të dytë të emisionit Këndi i Diskutimit, po diskutojmë në lidhje me organizimin e haxhit nga Bashkia Islame dhe gjithçka që ndodhi në Arabinë Saudite. Të ftuar pra edhe më tutje në studio kam hoxhën e nderuar Qemail Sopin, me cilin edhe në këtë pjesë të dytë do të flasim në lidhje me organizimin. Hoxh, diskutuam pak atë pritjen e parë kur mbrin haxhilerët atje, por çfarë ju ka bërë juve më shumë të përshtypje nga organizimi i haxhit nga Arabia Saudite këtë vit? Është interesant, rregullorët prej vitit në vit po dallojnë. Edhe është mirë me i lexues, sikur na që jemi udhëheqës, po flas ndoshta dikush pe xhamatit që i kupton këto gjëra. Rregullorët një edhe fatvat bashkohore. Përderisa për shembull dikur kanë qenë disa gjëra absurde të papranuara, tani vetë Arabia Saudite ka dalë me çato rregulla ose me çato fatva. Kemi qartë. Sidomos problemet kur po na dalin me disa të rinj, puna e Minas, puna prej Muzdelefës në kanë sa ora me dal, qysh me dal. Shep shembull tani po vinë ndoshta kur ka folë Abu Hanifja para 1200 viteve po vinë fjalën e tij. Prandaj mendoj se mos vazhdimësia për të qenë të ngurt vetëm në medhebin Hambeli edhe s'ka tjetër mënyrë. Alhamdulillah tani është bërë qartë edhe për hoxhallarët, edhe për xhamatin, edhe për ummetin bor se haxhi nuk kryhet me një medheb. Nuk do të me qenë mutasib, që me thonë fanatik në një medheb, qoftë Hanefi, qoftë Hambeli, por gjithsesi me qenë prej atyre të cilët lironi masat, përderisa kemi argument. Në momentin kur s'kemi argument, ne nuk guxojmë me dalë me një diçka për cilat realisht pastaj do dhojmë përgjegjësi para Allahut të Madhërisht. Prandaj këto janë dispozita, të letojmë për aq sa ka mundësi të letohen, por jo edhe aty ku nuk kemi qoftë ajet, qoftë hadith, qoftë diçka prej sqarimeve të mëtjeshme që i bëjnë dietarët, qoftë prej të parëve tonë, qoftë prej atyre më të vëndshëm. Prandaj kjo ka qenë njëna prej gjërave të cilat unë mendoj se çdo udhëheqës, edhe viteve tjera ju bëj thirrje publike që para se të merrni një grup të haxhilerëve të lexoni rregullat e Ministrisë së Haxhit edhe fatvat bashkohore në mënyrë që t'ja letoni punën vetës, t'ja letoni punën edhe haxhilerëve. Po. Në anën tjetër tek pjesa e pritjes kemi parë nga Ministria e Haxhit atje që kanë publikuar do thotë pamje që i kanë pritur haxhilerët me trëndafila, me ëmbëlsira, me dhurata të vogla. Kjo është që përmendëm dash ata na dhojnë mësim neve që na presin. Është interesant, cilat kanë qenë përshtypjet e haxhilerëve tanë kur e kanë parë këtë mikpritje. Është interesant, haxhilerët po flas edhe unë pse kam qenë edhe disa herë. Është një emocion që natyrisht e don nefsi, e don zemra, e don shpirti që ti mundi i vlerësuar dikun, por përveç kësaj si individ, ti si grup i shqiptarë, si grup i muslimanëve këtyne trojeve, domethënë kur po shkon aty, po të bën me undi edhe shumë më mirë se sa nëse të kishin prit veç ty si individ, sepse po shkonin si mysafir të Allahut të Madhërisht. Prandaj po kjo është, kanë ato kafet e tyre, kanë hurmet, i kanë tortet, i kanë diçka një tortë gjigante, mos me tepru gati sa që kjo tavolinë, domethënë që prehet për ata mysafir, pastaj marrin ato tarabukat e tyre, këndojnë Tala Albedro Alejna, në më bëni grupi atyne këngëtarëve, bëhet interesanta e pjesë, edhe përveç kësona shumica haxhilerëve bëjnë incizimit e tyne, bëjnë përjetimet e tyne, valla këta këshin pritin diçka. Ne, populli shqiptar, kemi pas pritin jashtëzakonshme, po si duket pas lufte prej një populli të konservuar, u hapëm, po nuk ditëm ku mundal, u hapëm si fort. A kemi të qartë. Do të me qenë të hapur, jo shumë konservativ, po kur u hapëm pastaj nuk ditëm ku mundal edhe problem që tani vlerat tona mund shmi lexu në për libra ose mi pa në për do spote me do veshje kontare, me do fotografi, do qëse pjesë. Mendoj se Arabët i kanë rujt, Arabët e Saudis, po flas për këto dy vendet ku janë dy haremet, Mekka dhe Medina, sepse unë nuk e kam shkel Arabinë Saudite cepëm me ditë traditat e tyre me i thonë para jush këto. Po flas me ata të cilët kemi pas të bëjmë për punët e haxhit. Ata për me na dhojnë shkollë, na dhojnë mësim se çysh pritet musafiri. Ka qenë edhe është edhe përsëritet jo veç për neve, po edhe kushdo që vjen tjetër. Tani edhe fillojnë edhe grupet e umreve për të shkuar, edhe ata fascinohen me pritjen që i bën ata. Po, tash që haxhilerët janë kthyer në vendin e tyre, a kanë sfida ata pas kthimit nga haxhi dhe si duhet të përballen me to?
Tani janë zgjut gjithë me një realitet tjetër, kanë nostalgji për ato vende, kanë nostalgji për Qabën, për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mos i përmenim gjitha pas disa ditëve të mbushura dhe të stërmbushura me adhurime, tani ka ardhur koha që me u kthy te përditshmëria e tyre, me u kthy te jeta e tyre, me u kthy te familjet e tyre. Gjithë secili i kujton ato ditë, gjithë secili i kujton ato lutje që i ka bërë dhe rrin me shpresën se Allahu i Madhërisht ja ka pranuar haxhin, rrin me shpresën se Allahu i Madhërisht ja ka pranuar ato lutje dhe me një fjalë tani edhe pse është të marrë me përditshmërinë e tij, zemra është e varur tek Qabja dhe tek shtëpia e Allahut të Madhërisht, atje dhe te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por si mund të ruhet kjo fryma e haxhit pas përfundimit të tij dhe cilat do të ishin këshillat e juaja që do t'i japnit haxhilerëve në këtë? Është më rëndësi që hel jazau al-ihsani illa al-ihsan, po thot Allah, a ka gjeza tjetër, a ka shpërblim tjetër për të mirën përveç se e mira. Domthonë në këtë rast çka kuptojmë, pas haxhit edhe pas çdo pune të mirë është mirë që me pasu të mirën me të mirë. Ani pse mundet me qenë e vogël dhe mos me qenë intensiteti i një sigurisë në haxh, nëse çaj personi që ka kry haxhin është më i butë me antarët e familjes sesa që ka shku në haxh. Është më i butë me ata që i kanë nën komandën e tij te vendi i punës, domethënë është më i ngrohtë me njerëz të lagjës e me të tjerë, domethënë kjo e përbën që shaj që edhe ju ka pranu haxhi atij, edhe është në natyrshmërinë e asaj çka ai realisht duhet me qenë pas vizitës së vendeve të shenjta këtu. Pra edhe ashtu shpreshtohet se një haxh i pranuar shihet pas kthimit, do thotë pra pas kthimit në vendin tënd apo jo? Po, që është. Domethënë kjo është zatëna që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe e shohim edhe prej traditës, për praktikës, jo me qenë për atyre të cilët e bëjnë haxhin për emër që tani mos më thuni në emër sonë kom vizitu haxhin, e kom bë haxhin, kom vizitu xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe Qabën, por realisht ndonë se ne është mirë me nderu, me thonë haxhi filani, por jo qëllimi i tij me qenë titulli. Prandaj, domethënë qëllimi i tij është që me u kthy më mirë se sa që ka shku. Që njerëzit kur gabojnë raport me të, tani ky me i mëshiru edhe me qenë më i sjellshëm, me u dhënë mësim edhe me sjellje se çysh duhet me i fal gabimet e të tjerë. Ky titull padyshim që ka edhe përgjegjësi, por a ka pra përgjegjësi shtesë? Ka përgjegjësi shtesë, sepse ty Allah ta ka bën nasip për me shku në vendet e shenjta, gjë që s'ja ka bën nasip dikujt tjetër, e kemi qartë. Pastaj kanari yt, matësi yt, duhet me qenë i veprave tjetër prej matësit që e bëjnë të tjerë. Dhe kemi qartë, do të thonë, mëshira që duhet me marr prej te, falja që duhet me marr prej te, duhet të jetë më e madhe se sa mëshira që mund të vijë prej të tjerëve. Kemi qartë, do të thonë, ti shohim njerëzit si rob të Allahut Madhërisht me para, edhe si vëllezër musliman. Mos i shohim njerëzit si mëkatar, edhe si qysh ta gjejmë mënyrën të qortojmë, të torturojmë ata. E kemi qartë. Domthonë, edhe pa shku në haxh, por në veçanti edhe pas kthimit nga haxhi. Po, haxh shpesh njerëzit të shohin haxhin si fundin e një rrugtimi. Është në fakt ky fillimi i një etape të re shpirtërore? Po, është edhe fundi, është edhe fillimi. Që do thotë fundi i neglizhencës, është fundi i disa gjanave që si kushtojmë fort të rëndësi, nuk ja dim vlerën, dhe tani është fillimi një epoke tre për ty që ke shku në haxh, ke po shtëpinë e Allahut, ke po xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe çdo gjë ndërmjet tyre. Domethënë tani më nuk ka kohë që me flajt në kohë sabahut, nuk ka kohë që me flajt edhe me qëndru indiferent ndaj fenomeneve që ndodhen në familje, në lagje, në shoqëri, edhe në tërë ummetin. Domethënë duhet ta japim kontributin ton edhe aktiv. Domethënë edhe ndoshta patjetër me ngritë dhe zonën, siç Allah na përmend në Kur'an, që muslimanët urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kemi qartë, prandaj domethënë kjo duhet me qenë një mësim që muslimani merr pikërisht edhe prej haxhit edhe prej veprave ose prej dispozitave tjera të fesë. Në këtë rast, domethënë këtë mësim duhet ta marrim prej haxhit. Dhe për fund hoxh, cili është edhe mesazhi juaj për shikuesit tanë që lidhur pra me mësimet që na jep haxhi?
Haxhi është udhëtimi i jetës, ashtu siç e përmendët ju më parë, por është edhe mësimi i jetës. Populli përmend që do të marrim mësim prej dikujt që ka ndodhur diçka, qoftë edhe në sketë botës. Por lumaj që merr mësim për atij, por ka njerëz të cilët edhe bojnë qatë punë edhe kthehen të njëjtë. E falë namazin, agjeron Ramazanin, e jep zekatin, edhe e kryen haxhin, edhe lexon Kur'anin për ditë, edhe nuk vren gjurmë të qasaj të mire që e ka bë për Zotin e Madhërisht. Prandaj, nëse jemi të tillë, duhet me këshyr namazin ton, me rivlerësu edhe një herë namazin, me rivlerësu edhe një herë pozicionin ton tek Allahu i Madhërisht, haxhin ton edhe me i shiku sen. Prandaj, nëse jemi prej atyre të cilët kemi jemi mundu, sa kemi ditë me bo mirë, edhe sa kemi mujtë me bo më mirë që atë dispozit, edhe realisht tani prekupohemi që me na pranu. Prandaj, unë do doja që mesazhi me qenë kur t'i bëjmë veprat, mos të shikojmë vetëm anën e jashtme, anën mekanike, por të shohim qëllimin e çasaj vepre. Po e zëm namazin, Allah na mëson, agjerimin na mëson, pse haxhin na mëson Zoti i Madhërisht. Gjithë secila simbolik e haxhit e ka një kuptim. Pse mos sjell 7 herë rreth Qabës? Domethënë se me pas Zotin në epicentër të jetës sonë. E kemi qartë. Prandaj, edhe po përfundojmë me qenë se është mesazhi me këtë pjesë, domthonë mësimet e Zotit Madhërisht, me qenë ato të cilat janë në epicentër ton, edhe nëse i kemi mësimet e Zotit edhe sunetin e pejgamberit alayhis salam në epicentër të jetës sonë, atëherë do të jemi të dobishëm. Edhe në këtë botë do të jemi ose do të na bënë dobi edhe në ahiret ajo punë të cilën e bëjmë. Faleminderit shumë për gjitha mesazhet, këshillat dhe për përvojën tuaj personale edhe si udhëheqës edhe në anën tjetër për gjitha atë që keni përjetuar në haxh. Allah shpërblet, faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja. Dhe të nderuar shikues, ne do të takojmë sërish në emisionet e tjera, ndërkaq ju qëndroni edhe më tutje me programin ton. Deri atëherë, mirëmbëjtje.